Gazetarja gjermane Tatjana Ohlm nga Welt ka ndarë përvojën e saj gjatë protestës në Beograd, ku një incident i papritur ka shkaktuar konfuzion dhe shqetësim të shumë pjesëmarrës. Gjatë 15 minutave të heshtjes, ajo dhe të tjerë dëgjuan një zhurmë të pazakontë për të cilën ka dyshime se lidhet në përdorimin e një topi akustik. Ohlm ka përshkruar momentin e incidentit duke thënë: "Një grup njerëzish të hutuar para meje, pas 12 minutash papritmas dëgjova një zhurmë, situata ishte krejtësisht konfuze. Sipas saj, për 30 minuta të ardhshme ajo ndjeu marrëmendje dhe shqetësime të forta, të cilat fillimisht ia plyboi turmës, por më vonë e vuri në dyshim këtë pasi gjithnjëherë më shumë njerëz raportuan simptoma të ngjashme. Disa nga simptomat e raportuara nga pjesëmarrësit përfshin dhimbje veshi, marrëmendje dhe shqetësime të gjumit. Përveç kësaj, disa protestues që lënduan nga turma dhe shtytjet që pësuan zhurmën e papritur. Megjithatë, institucionet shtetërore të Serbisë kanë mohuar përdorimin e një topi zanor gjatë protestës. Presidenti i Serbisë, ministri i shëndetësisë, ministri i drejtësisë, ministri i brendshme dhe ministri i mbrojtjes kanë dalë me deklarata të njëpasnjëshme duke hedhur poshtë pretendimet për përdorimin e një pajisje akustike kundër protestuesve. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë nisur hetimet mbi incidentin dhe pretendimet për përhapjen e dezinformatave. Prokuroria e lartë publike në Beograd ka urdhëruar një hetim për përhapjen e lajmeve të rreme mbi një sulm të mundshëm, ndërkohë prokuroria e parë themelore ka paralajmëruar një hetim të veçantë për këtë incident për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë veprim të qëllimshëm që ka ndikuar në shëndetin e protestuesve. Ndërsa debati vazhdon, qytetarët dhe organizatat për të drejtat e njerëzit kanë kërkuar një hetim të pavarur për të sqaruar shkaqjet e zhurmës dhe pasojat e saj tek protestuesit. Shumë protestues dhe aktivistë po insistojnë që të publikohen pamjet e kamerave të sigurisë për të zbuluar nëse ndonjë pajisje speciale është përdorur gjatë demonstratës. Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e gjerë mediatike dhe ka rritur shqetësimet për përdorimin e mundshëm të teknikave të sofistikuara për shpërndarjen e protestuesve. Megjithatë, deri më tani nuk ka prova konkrete që të mbështesin hipotezën për përdorimin e një topi akustik, ndërsa hektimet janë ende në faza fillestare.